ju kësha lu që kësi qëtësie kur dalin edhe hoxhallarët edhe tjertë. Për arsye se muhe, sa ma shumë që shumë mirë një vesh, aqë ma shumë keni me qesh. A hoxhallarët, sa ma shumë që si mirë një vesh, e bëjni për shesh. Ta dini. Faleminderit shumë. Shkojme një përshëndetje ekstra. Kërkoj falje që poezinë e parë kam e lezue për arsye se e kam reshtue për momentin, duke pa atmosferën se si zakonje kam me bëpa një poezi në bazë të atmosferës. Kjo është risia dhe fora e hasbiterës. Shumë ka hi e musik Gzim Kelmendi, Luani jonë në parlament që del mirë, po do të mundona me recitu në mënyrën sa ma të bukur, qakë sa ma ka dhanë Zoti. Faleminderit shumë. Gur mbi gur bëhet kalaja, me ju miq mshtohet sevdaja. Të përshëndes Hoxh Ahmed Kalaja, Hoxh Remzi Isaku, shumë respekt të mëdhaja. Shumë respekt Hoxh Bexhet Dernjanin, përshëndes nga Presheva Hoxh Adnanin, përshëndes Gzim Kelmendin, Atluanin, përshëndes Adem Ramadanin, përshëndes Po Emran Belanin, përshëndes edhe Hajrushmanin, përshëndes krejt organizimin, përshëndes radio pendimin, përshëndes Hoxh Fehmir Aqipi, dashuri vllaznore tjetër s'lypi. Kërkoj falje që po mirët goja, ju po merrni mësysh, po kam pasoja. I vjen mare orës kur ma shel hapsin e dorës, unë ta shkruj dos poezin me treshurat borës, statusin e njejt, edhe nuk ndryshoj hiq. Qafirat armiq, vlezrit i kam miq, s'kan thon badi hava hangër fi që vdiq, kush i ka dyftyra jepja tjetëri që s'ka hiq. Faleminderit shumë. Unë promovoj para juve edhe një foto ekstra e cila nga aktivistët e Shkupit. Nuk ju bëj reklam kush janë ata, pa ata mos bon merak, se ketë janë shpërbli si pas qëllimit që kanë bërë këtë tiket, ndalohet përgojimi. Për këta do të arrestoj edhe një poezi. Foto shumë e qartë, ndalohet përgojimi. S'më intereson fare çfarë bën vllau imi. Është gjyra e kuqe, don me thonë rrezik. Ndaloje bisedën dhe vendoje pik. Pa matematik, thjesht bane hesap, apo don gjinahe, apo don sevap. Kujdes, mos baj llafe, ktheu ka pendimi, stop thuaj gibetit, ndalohet përgojimi. E kush përgojon, thuja edhe shkruja, haje bukën tone, këshyri pun të huja. Assalamu alaikum, shimë më vonë. Falenderojmë vëllai Hasbi Ahmeti për poezinë që na solli. Gjithsesi e para ishte e rastit për të cilën nuk na kishte njoftuar, por ja bëjmë halal. Edhe pastaj do të shihemi ka fundi edhe një herë kur do të sjellë disa barcoletat që i ka përgatitur. Ne të nderuar vëllezër dhe motra, tani do të përfundojmë pjesën e parë të këtij tubimi që kishim organizuar. Ju ftojmë të gjithëve që të dilni dhe të freskoni për 30 minuta sa keni mundësi, ndërsa i ftoj motra që të rrinë në vend, pasi që nuk ka hapësirë të mjaftueshme, nuk e kemi llogaritë që do të jetë një numër kaq i madh, kështu që ndoshta më pas ata do të mund të shërbejnë me pije dhe lëngje tjera freskuese. Selam aleikum për 30 minuta.